Në fshatin Toplic të komunës së Vrapçishtit, mbrëmë është tentuar të kryhet vjedhje. Hajni është futur me maskë në fytyrë, ndërsa në shtëpi kanë qenë 2 vajza të moshës së mitur. Njëra ka tentuar të rezistojë dhe t'i kundërpërgjigjet hajnit, por ky i fundit nxjerr thikën dhe i shkakton plagë në dorën e majt. Më pas, vajza bëhet sikur kërkon ndihmë me celular nga xhaxha i saj, ndërsa hajni ia mbath dhe largohet nga shtëpia. Më vonë, policia ka kapur një 41 vjeçar nga ky fshat, i cili dyshohet të jetë autori kësaj vepre penale. 40 vjeçari me inicialet BA nga fshati Toplic ka paraqitur në polici se mbrëm rreth orës 20:30 minuta në shtëpinë e tij familjare ku kanë qenë vajzat e tij të mitura është futur një person i maskuar i cili e ka gjetur derën e hapur dhe nga vajza 14 vjeçare ka kërkuar para dhe stoli ari. Vajza e tmeruar nga rrjedha e këtyre zhvillimeve në shtëpi është munduar që të kalojë nga pjesa e kuzhinës për të marrë ndonjë mjet të fortë dhe t'i kundërvihet hajnit të maskuar, por ky i fundit nxjerr një thikë dhe i shkakton prerje në dorën e majt. Pas kësaj, ai vazhdon që ta traumatizojë me kërcënime, duke kërkuar që 14 vjeçaria t'ia tregojë vendin e kursimeve familjare, por edhe arin. Pas pak qastesh, vajza ka bërë sikur ka biseduar me xhaxhain e saj në celular duke i kërkuar ndihmë dhe në këtë moment personi i maskuar largohet me vrap nga vendi i ngjarjes. Pas denoncimit të rastit në polici, organet kompetente kanë bërë ekspertizë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të rastit dhe kapje të personit që ka synuar vjedhje dhe njëherët i ka traumatizuar të miturat duke e lënduar njërën me thikë. Me këtë rast, përfaqësues të stacionit policor në Gostivar e kanë arrestuar një 41 vjeçar nga Toplica, i cili dyshohet të jetë autori i kësaj vepre penale. Pas zbardhjes së plotë të rastit, ndaj tij do të ngrihet procedurë adekuate penale.